nesër besoj një sfidë që po prisni me interes. Po, patjetër është një sfidë që kemi përgatitur gjatë gjithë javës. Ekipa do më thonë jemi gati për ndeshjen e nesërme, besoj që gjithçka do shkojë mirë, edhe po e presim me padurim. Mirë, sa ju ka shërbyer kjo pauzë kombëtare, duke qenë se vini edhe pas një humbje me Dinamo, një humbje që në fakt kishte shumë gabime në lojën e skuadrës dhe në manovrën mbrojtëse. Sa keni pasur mundësi për të punuar, për të përmirësuar ato gabime shfaqura? Po, ka qenë një humbje që na ka dhembur me thonë drejtën, po çdo humbje ta jep një mësim. Edhe kemi mësuar që ato gabime mos më i bëmu, dhe besoj kemi pas kohë gjatë këtyre kohë edhe pauza e kombëtarës, siç e thatë, edhe kemi punu në drejtim të atyre gabimeve, edhe besoj që tash jemi gatshëm prej ndeshjes tjetër me shfaq që jemi më të pjekun edhe do bëjmë më mirë në situata të caktuara. Melo, sa keni studiuar Partizanin e këtij viti dhe ku do ta fokusoni strategjinë tuaj në këtë ndeshje? Po, strategjia do e lojmë për ndeshje strategjinë besoj. Jemi fokusuar edhe do më thonë kemi analizuar të gjitha pikat e tyre. Besoj ekipa është e gatshme edhe i ka marrë instruksionet nga trajneri dhe nga gjithë stafi teknik, edhe besoj që nesër do shkojë gjithçka mirë për neve. Sa po përshtateni me prurjet e reja në skuadrën ju vetë personalisht? Po, ka shumë mirë besoj edhe ndeshjen e parë edhe ndeshjen e dytë, siç tash ka qenë ndeshje e humbur, po kemi bërë mirë edhe në pjesë të parë edhe në fillim të pjesës së dytë kur kemi pas plot raste, edhe prurjet e reja e kanë treguar veten që janë pjesë e rëndësishme e ekipës edhe janë bashku mirë edhe gjithçka po shkon mirë. Melos, viti i dytë për ju në Shkodër, çfarë ka ndryshe ky vit në aspektin e skuadrës, flas dhe si ndiheni ju në Shkodër? Po, viti i dytë për mua në Shkodër, gjithçka ka shkuar mirë edhe vitin e kaluar edhe si vjet. Prurjet e reja besoj që janë, do më thonë, edhe më kualitative dhe kemi ekip më të plot se vitin e kaluar ku në plot ndeshje kemi pas mungesa në disa reparte për shembull. Tash e shohim se secili repart është i dubluar edhe ata që futen nga stoli nuk ka ndonjë diferencë prej lojtarëve që janë formacion. E shihni vllaznin pretendente këtë sezon? Besoj pretendente janë këto ekipe që kanë qenë vitin e kaluar. Ne do marrim ndeshje mbas ndeshje edhe për neve është e rëndësishme 3 pikësh i ardhshëm. Melos, kë shikoni rivalin më të fortë vllaznisë këtë sezon? Mund të them që të njëjtat që kanë qenë edhe vitin e kaluar, Egnatia, Partizani. A besoni sërish se Vllaznia është ekipi për të mundur? Kështu ishin deklaratat të paktën përpara fillimit të kampionatit. Tani që keni parë 2 javë. Edhe një herë më fal se A është Vllaznia sërish vetja juaj për të mundur apo shikoni edhe rival? Po, normal. Secili ekip do gjejë njerëz parë gabimet në vetvete, edhe do mundohet të përmirësojë vetveten sa më shumë, edhe pastaj do vazhdojë të shoh edhe rivalet. Luftën na e kemi me vetvete, normal, edhe me gjithë tjerët në vazhdim. Melos, si vjet Vllaznia luan në një mbrojtje me 3. Më mirë për ju me 3 apo me 2 në qendër siç keni luajtur vitin e kaluar? Unë nuk është se kam problem pasi është një formacion që e kanë luajtur edhe në të kaluamën, përshtaten të dyat, tash kjo është skema e trajnerit edhe ne do respektojmë edhe do mundohemi ta bëjmë ashtu siç e kërkon trajneri në maksimum. Shumë kush nuk e konsideron Partizanin favorit, por besoj që nesër e keni vlerësuar maksimalisht këtë kundërshtar. Po, natyrisht na si ekip mundohemi që të vlerësojmë gjitha ekipet mjejt. Për neve s'ka ekip dopt ose ekip të fortë. Do jemi gjithmonë të fokusuar 100% te secili ekip, nuk ka lidhje emri apo fusha ku luajmë. Për ne është e rëndësishme vetja jonë të jemi fokusuar 100% edhe të marrim fitore. E fillu kampionatin me gol dhe me trofeun e lojtarit të ndeshjes ndaj Ignatios. Çfarë presim nga Milos Bajrami në këtë sezon? Shpresojmë që paraqitje sa më të mira si ajo ndeshja e parë edhe në vazhdim, normalisht është një plus për mua kur ndihmoj ekipin me gol. Faleminderit. Faleminderit.